Këtu është horoskopi i hënë 26 maj 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Punë e mirë, përgatitu për një hap përpara. Kontakte të preferuara me qytete të tjera dhe udhëtime interesante. Dashuria e rëndësishme në funksion të një situate rikuperimi. Demi. Ke nevoje për ndihmë. Ka diçka që ju duhet për të shëruar profesionalisht, detyrimet janë të shumta dhe për disa kohë të jesh në gjendje të bësh gjithçka nuk ka qenë lehtë. Binjaket. Është një ditë që sjell disa ndërlikime të vogla, në familje apo në punë ka vonesa. Kujdes nga parat, nga shpenzimet e shumta. Gaforja. Kjo ditë ju ndihmon, nëse jeni duke kërkuar për një dashuri të re, por edhe një profesion të ri, duhet të punoni shumë sepse fati ju ka ndihmuar gjithmonë më të guximshëm. Luani. Marrëdhënie më të vështira pune, veçanërisht për ata që tani po lidhin kontrata të reja. Sot do të largoni një person të mërzitshëm, ditë të çuditshme, mund të kapërcej një angazhim. Virgjeresha. Ju duhet të rikuperoni pak qetësi. Lajmet e punës, ndryshimet në progres. Peshorja. Shumë shenja lajmërojnë se një rinovim është duke u zhvilluar që kërkon heqje dorë dhe shkëputje nga situata që nuk ju interesojnë më, ju po filloni një fazë rishikimi të madh. Akrepi. Sot ju duhet të kryeni angazhimet dhe nuk është e lehtë të mbash gjithçka. Kini kujdes nga mosbesimi juaj, mund të digjni takime të reja. Shigjetari. Tani duhet të kuptoni se si funksionojnë gjërat, tani shfletoni shikimin. Në dashuri ka gjëra që duhet të sqarohen dhe të krahasohen. Bricjapi. Nuk është e lehtë t'i besosh të tjerëve, pak por është mirë. Nga pikpamja e biznesit kjo varet nga aktiviteti që kryeni, por nëse duhet të merrni oferta ato ndoshta nuk janë të mira. Ujori. Në vendin e punës, dikush ka gjetur njerëz kundër të cilëve ju i konsideroni miq. Ndonjëherë jeni ju të paqëndrueshëm. Peshqit. Dita më e mirë për kontakte, për punë, për takime. Pasditja më e mirë se mëngjesi. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.